Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala dhe dërgojmë salavat dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me ligjëratën e fundit, më thonë prej ligjëratave që kanë të bëjnë me shenjat e kiametit, për zjarin i cili do t'i tuboj njerëzit në vendin e tubimit, do më thonë në vendin e mahsherit, para se Allah subhanahu wa taala ta shkatroj këtë botë. Dhe kjo është prej shenjave të mëdha të kiametit, do më thonë prej shenjave të cilat janë prej shenjave që dallojnë prej shenjave të vogla me ato se i kanë për masa të mëdhaja dhe janë pra prej gjërave që dalin nga natyrshmëria, prej gjërave që dalin nga natyrshmëria dhe nga ligjet e natyrës. Vendi se ku do të del ky zjarr, më thonë janë përmendur në hadithe të sakta se ky zjarr do të del nga Jemeni, do të thonë nga jugu i gadishullit arabik. Përmendet në hadithin e Hudhaifa ibn Usaidit radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, dhe shenja e fundit prej saj, do më thonë prej shenjave të mëdha të kiametit, është zjarri i cili do të del prej Jemenit dhe do t'i dëboj njerëzit në vend tubimin e tyre. E transmeton Muslimi, do më thonë hadithin transmeton Muslimi. Në një transmetim tjetër po ashtu nga Hudhaifa ibn Usaid radiallahu anhu transmetohet më saktësisht vendi prej ku do të del dhe thot wanar takhruj min ka'rat adan turhil an-nas, dhe një zjarr i cili do të del nga Adni, do të thonë, dhe do t'i largoj njerëzit në veri. Transmeton Imam Ahmedi dhe Tirmidhiu nga Ibn Omeri radiallahu anhu, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të del një zjarr prej Hadramauti, do të thonë ose nga deti Hadramotit, edhe kjo është një vend në Yemen, para ditës së gjykimit dhe do t'i tuboj njerëzit. Do të thonë do t'i tuboj, do t'i largoj njerëzit. Transmeton Imam Buhariu nga Enesi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa i përket shenjës së parë prej shenjave të kiametit, është një zjarr i cili do t'i tuboj njerëzit prej lindje dhe do t'i dërgoj në perëndim. Tash të kjo hadith i fundit thot shenja e parë. Më thonë më herët thamë se tha shenja e fundit. Më thonë shenja e fundit prej shenjave të kiametit. Dhe bashkimin mes tyre dy haditheve është, siç thon dietarët pra, është shenjë e fundit prej shenjave të kësaj bote, prej gjërave që do ndodhin këtë botë. Ndërsa është e para sa i përket gjërave të ahiretit, se mo prej këtu vetëm se fillon Allah subhanahu wa taala do ta shkatroj këtë botë dhe do të filloj, do të thonë, çështja e ahiretit. Më thonë, shkurtimisht, ligjërata e sodit nuk ka shumë përmbajtje, është ligjërat e shkurtë, do më thonë sa i përket kësaj shenje të kiametit, i përmend ky dietar edhe një çështje tjetër, ajo është se si do të filloj dhe pastaj si do të tubohen, do më thonë do të filloj prej një mene, përmendëm të hadithet e para, ndërsa tubimi do të jetë pastaj do të merr për masa dhe do të jetë prej lindjen dhe në perëndim në Sham. Vendi pra ku do t'i tuboj është Shami.
si do t'i tuboj njerëzit. I kam përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, do të thonë formën se si ky zjarr do t'i tuboj njerëzit. Do t'i tuboj në tre grupe, do të thonë. Grupi i parë janë njerëz të cilët e dinë këtë çështje, janë besimtarë të cilët do të shkojnë, do të shkojnë vetë. Nuk përmendet tu sa janë besimtara, jo, Allahu alem, mirë po një grup do të shkojnë vetë. Grupi i dytë thot njëherë do të ecin në kamp dhe njëherë do të hypin mbi mjetet e udhëtimit, ndërsa grupi i tretë do t'i çojë zjarri, do të thonë me zor në vendin e tubimit. Transmetojnë dy shejkët apo Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurajra radiallahu anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili thot do të tubohen njerëzit në tre grupe, do të thonë. Ragibin, njerëz që dëshirojnë të shkojnë në atë vend, rahibin, njerëz që do të shkojnë, do të thonë nga frika, dhe grupi tjetër të cilët do të detyrohen pra që të shkojnë prej zjarit. Transmetohet po ashtu e njëjta gjë, do të thonë, nga Abdullah ibn Amri dhe nga Hudhaifa ibn Usaidi radiallahu anhu. Se i përket vendi i tubimit, më thonë para tubimit në ditën e gjykimit, ky do të jetë në Sham, para se të ndodh kiameti, pra vend tubimi do të jetë në Sham. Transmetohet nga Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma në hadithin që e përmend, do të thonë daljen e zjarit, thotë e pyetëm, o i dërguari i Allahut, me çka na urdhron? Ja Rasulullah, fe madha të muruna. Tha aleikum bi Sham, tha ju urdhroj që ti përmbaheni Shamit, pra të shkoni në Sham. Transmeton Imam Ahmedi nga Hakim ibn Muawiya al-Bahzi radiallahu anhu, hadith të ngjashëm, dhe e shton edhe një pjesë, thot ha huna tuhsharun, ha huna tuhsharun. Në këtë vend thot do të tuboheni, në këtë vend do të tuboheni, e ka për qëllim pra Shamin. Po ashtu transmeton Imam Ahmedi dhe Abu Davudi nga Abdullah ibn Amri radiallahu anhu, i cili thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, do të ketë hijret pas hijretit, derisa thot njerëzit do të shkojnë te vendi i Ibrahimit a.s. dhe nuk do të ngelen në tokë, vetëm se më të keqet prej njerëzve, të cilët thot do t'i shkatroj toka dhe do të ringjallen me krijesat më të këqija. Shkaku se pse vendi i tubimit, pra si thom do të jetë në Sham vendi i tubimit të besimtarve, është për shkak se besimi dhe tubimi i besimtarve do të jetë në këtë vend, në kohën e fitneve. Transmeton Imam Ahmedi nga Ebu Derda radiallahu anhu, i cili thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa isha në gjumë, thot e pash amud el kitab, shtylla e librit, ihtumile min ta'ti ra'si, i cili u zbrit prej kokës time, dhe e pash me shikimin tim, thot fa umide bihi ila Sham, i cili u dërgua në Sham. Ela wa innal iman hina taqau al fitan bi Sham, dijeni thot se imanin kohën e fitneve do të jetë në Sham. Transmeton Taberaniu nga Abdullah ibn Hawale radiallahu anhu, i cili thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
një hadith të ngjashëm thot, vetëm se në këtë hadith i përmend edhe melekët pra të cilët e kanë zbritur. Transmeton Ebu Davudi nga Abdullah ibn Hawale po ashtu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, do të arrijë kjo çështje derisa të bëheni ushtri të gruposura. Një ushtri do të ketë në Sham, një ushtri në Yemen dhe një ushtri në Irak. To pra janë hadithet që tregojnë vlerën e Shamit. Andaj thot e pyetëm, o i dërguari i Allahut, në cilin vend na urdhron që të jemi? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përmbaju Shamit, sepse ajo është vendi më i mirë që e ka bërë Allahu subhanahu wa taala për krijesat e tij. Thot, dhe nëse nuk keni mundësi që të shkoni në Sham ose nuk dëshironi, atëherë thot shkoni në Yemen. Sepse aty thot do të ketë besimtarë dhe do të jetë ushtria e besimtarëve. Po ashtu prej vlerës që tregojnë vlerën e Shamit, pra pse Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar si vend tubim për njerëzit, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë dua për bereket për Shamin, do të thonë që Allahu të zbret bereket në këtë vend. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Allah, na begato në Shamin ton dhe na begato në Yemenin ton. Ky tubim, se përmendet të tubimi përmendet, do të thonë edhe në ahiret, tubimi i ahiretit për gjykim, mirë po kjo është tubim tjetër, tubim në këtë botë. Dhe përmend Kurtubiu se tubimin në këtë botë Allahu subhanahu wa taala tubimin e njerëzve ka bërë në dy grupe, pra në dy lloje. Tubimi i parë në këtë botë është tubimi i Banu Nadirëve në Sham, do të thonë ky fis i jahudive në Medinë, të cilët e thyen marrëveshjen dhe i urdhroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të dëbohen në Sham. Të kuptohet në atë kohë Shami nuk ka qenë i muslimanëve. Dhe i dyti është para ditës së gjykimit, kur Shamin do ta kenë dorë muslimanët dhe do të tubohen njerëzit. Dhe kjo është mendimi i shumicës së dietarëve. Kjo është shenja e fundit, pra prej shenjave të kiametit. Prej shenjave të kiametit. Dhe me këtë elhamdulillah e përfundojmë këtë libër. Ka deshtë Allah subhanahu wa taala që ta përfundojmë. Lusim Allah subhanahu wa taala që ta bëj të dobishëm për ata të cilët do ta dëgjojnë. Si përfundim, do të thonë, do ta përmendim një përmbyllje, ato dobit më të rëndësishme të cilat i kemi përfituar gjatë këtij shpjegimi. Prej tyre është se besimi në shenjat e kiametit, imani në shenjat e kiametit, është prej imanit në gajbin, në gjërat e fshehta, do të thonë gjërat që do të ndodhin, dhe hyn do të thonë në imanin e ditës së gjykimit. Shenjat e kiametit janë pjesë të besimit në ditën e gjykimit. Për shkak se fillon, do të thonë, kiameti, gjykimi, dita e gjykimit fillon me shenjat e kiametit. Dhe në hadithin e Xhibrilit alayhis salam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend këtë së bashku me kiametin. Kur është pyetur se kur do të ndodh kiameti, ka thonë nuk e din këtë, as ai që pyet dhe as i pyeturi, mirë po ja ka sqaruar shenjat e kiametit. Dobia e dytë është se besimi në shenjat e kiametit, do të thonë,
është këtë e përmendëm. E treta është se ajo që është vërtetuar nga dobia e tretë, rregulli i tretë, ajo që është vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej lajmeve, qofshin mutawatir, qofshin ahad, obligohemi që të besojmë në to dhe të pranojmë ato, dhe nuk lejohet që të kundërshtohen. E katërta është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lajmëruar ummetin e vet për atë që është dhe për atë që do të jetë. Dhe shumica prej këtyre shenjave që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me të vërtetë ka ndodhur. Sa i përket kur do të ndodh kiameti, këtë e kemi përmendur edhe në fillim, do të thonë se kjo është prej diturisë me të cilën është veçuar vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e din askush tjetër përveç tij. Nuk është vërtetuar po ashtu ndonjë hadith i saktë sa i përket kohës gjatjes së botës, sa ka pas para se ka ardhur pejgamberi alayhis salam, ose sa do të ngel pasi që vdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ndonjë argument që përmend as atë dhe as këtë. Sa i përket shenjave të mëdha të kiametit, shumica prej tyre ka ndodhur, siç tham, dhe kanë mbetur pak prej shenjave të, sa i përket shenjave të kiametit, në përgjithësi shumica ka ndodhur, ndërsa sa i përket shenjave të vogla kanë ngelur pak prej shenjave të mëdha, nuk kanë filluar ende, sepse kur fillojnë shenjat e mëdha më do të shkatërrohet kjo botë. Po ashtu prej rregullave që i kemi përmend gjatë ligjëratave është se nuk do më thonë se nëse një gjë është prej shenjave të kiametit, patjetër që të jetë diçka e ndaluar, pra, po mund të jetë e ndaluar, mund të jetë e lejuar, mund të jetë përgëzim, mund të jetë qortim, mund të jetë pra dënime kështu me radhë. Deri tash nuk është shfaqur asnjë prej shenjave të mëdha të kiametit. Ato që kanë ndodhur prej shenjave të kiametit konsiderohen prej mucjizave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe shenja prej shenjave të pejgamberllëkut të tij. Po ashtu e kemi përmendur se dera e pendimit pra është e hapur përderisa nuk lind dielli nga perëndimi. Kjo shenjë kiametit është mbyllje e derës së pendimit. Mirë po, lindja e diellit nga perëndimi nuk është përfundimi i kësaj bote, siç e përmend, thot, po është fillimi i shkatrimit, ndërsa përfundimi do ndodh pasi që del zjarri, siç e përmendëm sot. Shenja e fundit e kiametit është kjo që e përmendëm sot, me thonë dalja e zjarrit i cili do t'i tuboj njerëzit në Sham. Dhe ky tubim do t'jetë para ditës së gjykimit. Do të thonë ky tubim do t'jetë para ditës së gjykimit dhe dallon nga tubimi që do t'jetë për përgjegjësinë dhe për ndëshkim apo shpërblim. Dhe dobia e fundit është se nuk ndodh kiameti vetëm se mbi njerëzit më të këqij, pra kemi përmendur gjatë dersit se para se të ndodh, Allah subhanahu wa taala do t'u merr shpirtin besimtarëve. Kjo është në përgjithësi pra ligjërata e sotit në pika të shkurtra, wallahu taala alem.